Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi në Beograd se Kroacia dhe Slovenia kanë qenë mbështetëset kryesore të propozimit për heqjen e sanksioneve të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, ndërsa Franca dhe Hungaria janë kundërvënë. Vučić tha gjithashtu se Kroacia ka një strategji doktrinore për ta dobësuar shtetin serb, ndonse sipas tij ai u dëshiron të gjithëve të mirat. Lideri i Beogradit u shpreh se rrëzimi i tij nga pushteti është qëllimi prioritar i Kroacisë, sepse sipas tij, Zagrebi e konsideron atë si gjën më të keqe për interesat e tyre afatgjata në Ballkan. Sipas Vučićit, kjo gjithashtu nënkupton se ai është gjëja më e mirë për Serbinë. Unë u dëshiroj atyre të mirat, jam i bindur se Serbia dhe Kroacia do të duhet të kenë marrëdhënie shumë të mira në të ardhmen, shtoi ai. Presidenti i Serbisë tha se gjatë vitit të fundit në mediat kroate janë botuar mbi 25.000 tekste kundër tij, vetëm rreth 50 prej tyre kanë qenë neutrale dhe asnjë pozitiv. Ai kritikoi gjithashtu faktin që në Serbi nuk po përmendet fare roli i Francës në mbështetje të Serbisë në takimin e kësaj jave të Këshillit të BE-s për punët e jashtme, ku Parisi ju kundërvu heqjes së sanksioneve ndaj Kosovës. Franca dhe Hungaria ju kundërvuan dhe propozimi nuk kaloi. Hungarezët këtu i lavdërojnë të gjithë për shkak të kryeministrit Orban, por askush nuk po thotë se edhe francezët janë në anën tonë. Edhe ata ishin. Edhe italianët kanë dërguar letër që të hapet kapitulli 3 në negociatat Serbi-BE. Pse nuk u thoni qytetarëve se Franca dhe Italia janë miq tanë pavarësisht dallimeve që kemi rreth Kosovës, është shprehur më tej Aleksandar Vučić.